Përtej një shkrimtari që për veprat e tij është vlerësuar edhe me çmimin Nobel, Mario Vargas Llosa për disa dekada që zëri i lirisë individuale e i popujve të shtypur. Shkrimtari peruan që njihej si kombinues i realizmit të ashpër e erotikës lozonjare, vdiq të hënën. Ai ishte 89 vjeç. Lajmin për vdekjen e tij e kanë dhënë fëmijët e tij. Qeveria peruane ka shpallur 14 prillin ditëzie kombëtare dhe ka njoftuar se flamujt në ndërtesat publike do të ulen në gjysmështisë. Familja nuk specifikoi shkakun e vdekjes së tij, por shëndeti i shkrimtarit ishte i brisht pas largimit nga Madridi për t'u kthyer vitin e kaluar në Lima të Perus ku edhe vdiq. Vdekja e Vargas Llosas ka bërë që bota ta kujtojë e ta vlerësojë shkrimtarin, që për disa dekada me mjeshtrinë e tij i dha letërsisë vepra kapitale, kurse kauzave për të drejtat e njeriut, zërin që kishte ndikim gjithandej globit. I lindur më 1939 në Peru, Vargas Llosa e kishte kuptuar se dëshironte të bëhej shkrimtar që kur ishte fëmijë. Në mes të viteve të 50-ta kishte studiuar drejtësinë dhe letërsinë në Universitetin e Shën Markut në Lima. Pasi përfundoi kolegjin, kishte shkruar për gazeta dhe sikurse shumë shkrimtar të tjerë latin, filloi karrierën letrare jashtë vendit duke jetuar si i ri në Paris, Madrid dhe Londër. Veprimtaria e tij bëri bujë ndërkombëtare në vitet e 60-ta pas publikimit të Koha e Herojit, një roman i bazuar në Akademinë Ushtarake Peruane, që kishte nxitur kundërthënie të madhe në atdheun e tij. Në fillim të viteve të 10, Llosa u bë shkrimtari më i lexuar latin në audiencat botërore, pasi kishte botuar në mesin e shumë veprave edhe Shtëpinë e Gjelbër dhe Bisedë në katedrale. Me që Peruja ishte mbërthyer nga inflacioni i lartë dhe sulmet maoiste të rrugës së ndritur më 1990, Vargas Llosa bëri një hap të guximshëm duke kandiduar për postin e presidentit. Të hënën vlerësimet për të kanë qenë të shumta. Shkrimtari e studiuesi i letërsisë Aga Polloni thotë se Llosa ishte një prej shkrimtarëve më të rëndësishëm jo vetëm të letërsisë latinoamerikane. Hynte te kategoria e shkrimtarëve që quhen shkrimtarë enciklopedik, shkrimtarë erudit, pra kishte dije përveç një talenti të lindur, kishte një dije të akumuluar, ishte edhe një studius shumë me ndikim. Në vitet 90, Vargas Llosa do të shndrohej në një zë ndërkombëtar, duke mbrojtur të drejtat e shqiptarëve të Kosovës përballë regjimit të Slobodan Miloševićit. Në raport me Kosovën ai ka qenë i pozicionuar nga ana humane, jo nga ana agresore. Dhe ka shkruar disa ese, të cilat më vonë ne ja kemi botuar edhe si libër në gjuhën shqipe. Mendoj se ka qenë mbrojtësi më i madh i kosovarëve, i shqiptarëve të Kosovës gjatë periudhës viteve 90. Në vitin 2010, Vargas Llosa u bë laureat i çmimit Nobel për hartografinë e tij të strukturave të fuqisë dhe imazhet rrëqetëse të rezistencës, revoltës dhe disfatës së individit. Ai po ashtu është laureat i çmimit Miguel de Cervantes në Spanjë më 1994 dhe çmimit Jeruzalem më 1995. Gjatë karrierës së tij të gjatë botoi më shumë se 50 romane, ese, drama dhe vepra të kritikës letrare.